ju lutem, koleg, ju lutem, nëse do vazhdojmë me projekt ligjin që kemi filluar dhe ministri merr fjalën për projekt ligjin që për aderimin e Republikës së Shqipërisë në traktatin e Marrakeshit për lehtësimin e aksesit në veprat e botuara për personat e verbër. Zoti Ministër, keni fjalën. E nderuar Zoti Ministër, keni fjalën. Zoti Nallbati më vonë. Urdhoni zonja Tabaku për replikë. Dhe do të fillojmë. Zonja drejtuese seancës, faleminderit. Shiko, zoti ministër, që të gënjesh kaq patur, po të kesh edhe kaq ignorancë ligjore, unë nuk e di. Ti zonja Tabaku nuk mund përdorni këtë gjuhë parlamentare. Jo, nuk mund përdorni këtë gjuhë parlamentare. Jo, ju lutem, zonja Tabaku. Zonja Tabaku, në mirëbesim morët fjalën, por jeni fare jashtë rendit të ditës, sepse kjo nuk ishte çështje fare rendit ditës. Dhe megjithatë, ju a dhash fjalën dhe ministri ju shpjegoi. Tani ju lutem koleg, kalojmë në rendin e ditës dhe fjalën e ka ministri në lidhje me projekt ligjin për aderimin e Republikës së Shqipërisë në traktatin e Marrakeshit. Më pas. nderuar deputet. Shikoj, e kuptoj që doni ta prishni seancën, zoti Bardhi, po kjo nuk ka për të ndodhur. Edhe një herë, në mirë kuptim me gjithë kolegët, ne do vazhdojmë me pikën e rendit të ditës. Zoti Bardhi, ju lutem. Edhe një herë, janë 10 deputet që kanë marrë fjalën, kanë kërkuar fjalën për procedurë. Ju lutem, uluni që mos ta prishim seancën, po kërkoni me çdo kusht prishni seancën. Fjalën e ka zoti ministër për marrëveshjen që kam deklaruar. Zoti ministër, keni fjalën. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar koleg, në emër të ministrisë, në emër të Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, kam kënaqësinë Zoti ministër, të lutem vazhdoni. Zoti ministër, vazhdoni, ju lutem. Zoti ministër, ju lutem vazhdoni. Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Zoti ministër, ju lutem vazhdoni. Koleg qetësi, ju lutem. Shoqërore, kulturore dhe humane. Bëhet fjalë për projekt ligjin për aderimin e Republikës së Shqipërisë në traktatin e Marrakeshit. Një instrument ndërkombëtar thelbësor i miratuar në vitin 2013 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale OBPI, i cili u jep mundësi miliona njerëzve në botë. Ju lutem pak qetësi, ju lutem. Ta aksesojnë dije, edukim dhe kulturë pa bariera. Ky traktat Zoti Balliu, ju tërheq vëmendjen. Zoti Balliu, në bazë të nenit 64.1 keni vërejtje për sot. Zoti ministër, ju lutem vazhdoni. Ky traktat ka lindur për t'i dhënë zgjidhje një problemi global. Vetëm 7% e librave në botë janë disponueshëm në formate të aksesueshme për personat e verbër ose me vështirësi të theksuara në lexim. Në vendet me zhvillim, kjo përqindje është edhe më e ulët, shpesh nën 1%.
Për qytetarët tanë, kjo do të thotë se një nxënës me dëmtim të shikimit ka qasje shumë të kufizuar në tekstet shkollore.